Mësuesit nuk duron më, por nisën protestat në vitin e 3 të mungesës së shpërblimit vjetor nga qeveria. Ndihen të detyruar nga Ministria e Arsimit që kanë dalë në protest, sepse sipas tyre dialogu mungon për 2 vitesh. Përzgjedhja e mësuesve ekselent nga çdo shkollë ka thyer, ndaj deklarojnë se mësimi jepet si trup pedagogjike dhe nuk ka mësues të përveçëm. Rritja e pagës 10% e cila do të ndodhë në mars, për këta mësues është e papërfillshme, krahasuar me 4 vite pas një shtesë page. Është e tundshme të diferencosh mësuesit siç bëni ju, duke shpërblyer fshehur nga një për çdo shkollë. Ky lloj shpërblimi mund të bëhet në fund të vitit mësimor. Por se na diferenconi, por se disa mësuesi dalloni. Ne jemi mësues dhe të gjithë mendoj se duhet të përfitojmë një të drejtë të fituar. Sot mbureni sepse do të rrisni pagën 10%, por kjo s'është gjë tjetër. Vetë se disa thërime nga paratja janë grabitur për 4 vjet rresht dhe do të fillojnë me grevën jashtë, e cila do të fillojë ditën e martë dhe pas kësaj do të vazhdojë grevë pasat në qoftë se ju nuk do të ktheni parat që na keni grabitur. Duke uruar që ju ta festoni vitin e ri, por më parë ti keni dhënë një mini shpërblim mësuesve. Të festojnë edhe ata. Mësuesit nuk do të mjaftohen vetëm me këtë protestë. Ata thonë se të martën në orën e parë të mësimit do të ketë grevë dhe në pritje të përgjigjes për diskutime nga ministria do të vijojë dhe protesta e tyre. 4 kërkesat e mësuesve të cilat janë drejtuar Ministrisë për zgjidhje, sipas kontratës së nënshkruar, janë pagesa e transportit të mësuesve, orës shtesë të maturës shtetërore dhe provimeve të lirimit dhe shtesa vjetore prej 10.000 lekësh për çdo mësues.